Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe përshëndetje drejt për drejt nga emisioni në Studio Sport këtu në RTS Shkodra. Do flasim sonte për futbollin e femrave, futbollin e meshkujve, por edhe për lojrat me dorë të cilët kanë pasur suksese në këtë fundjavë. Por do të prekim edhe kategorinë e dytë, ku sidomos ka qenë një derbi interesante në Bushat, aty ku ekipi i Beslidhjes ka mundur me rezultatin 0-2 Basanin, ka qenë java e parë e këtij kampionati për kategorinë e dytë. Do të ndalemi në fund të emisionit edhe për një vlerësim që gazetarët sportiv shkodran kanë pasur ditën e djeshme, pikërisht nga Këshilli i Qarkut Shkodër, pikërisht nga kryetari i këtij këshilli Edmond Dou, i cili me propozimin e klubit të futbollit Vllaznia ka dekoruar 5 gazetarë sportiv, ndër to 3 pas vdekjes e 2 që janë në aktivitet e sipër. Këto materiale do t'i përcjellim së bashku me kolegët e mi të pultit të transmetimit, pikërisht Nino Jakova, përgjegjësi i transmetimit, dhe kolegu i tij Florian Gerdane, duke pasur në studio një panel përzgjedhur ku do ta nisi nga kapitenja e Vllaznisë në futboll për femra, Megi Doçi, ajo e cila së bashku me skuadrën e saj po përgatitet për të udhëtuar drejt Milanos në një ndeshje shumë të rëndësishme për Europa Cup, pra është ndeshja e parë e turit të dytë Inter Vllaznia. Mirë se erdhe Megi. Mirëmbrëma Bagaci, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi sonte në studio, por edhe për publikun e gjerë që na ndjek në Shkodër dhe më gjerë, për të marrë ato informacionet e fundit. Edhe për fitoren e javës parë të Superligës së femrave, që fituat me rezultat terroristik 1-9 me Atletikun e Shkodrës, por edhe sidomos për përgatitjet që po bën Vllaznia për sfidën me Interin, që natyrisht është një sfidë luksi. Ndërkohë kanë në studio një gazetar veteran shumë të njohur, jo vetëm në Shkodër, në Shqipëri dhe jashtë saj, vitet e fundit jeton në Firenze së bashku me familjen e tij, por nuk i ka humbur asnjëherë lidhjet, bashkëpunimet me Shkodrën, si dhe me sportin shkodran dhe me gjerë. Bëhet fjalë për Namik Mehmetin. Mirëmbrëma Namik. Mirëmbrëma. Kënaqësi e veçantë që jeni përsëri në këtë studio, ku vite e vite më herët keni qenë edhe bashkëpunëtor i Radio Shkodrës atëhershme, por tashmë ky institucion është ndrruar në televizion. Po atë që ka emocione se si shkata dhe ju vitet tona këtu në kohën e rinisë kemi kalu në këto studio, në është jo ka që të avancuara vana teknike, po këna pas të studio disi mënë përbitive, dhe kemi përvallu me sukses emisionet sportive. Atëherë ka qenë Radio Shkodra, po Radio Shkodra më themi e famshme sepse gjithë Shkodra dhe rajoni verior kanë qenë të përqendruar tek radio për të ndjekur emisionet sportive, sepse nuk kishte televizione lokale në atë kohë. E kemi kanë edhe emisionet e tjera që ndërprite xhiroja e Piratës, të xhiroja tradicionale të Lidhjes, ndërprite për të dëgjuar kronikën sportive të Radio Shkodrës. Shumë e saktë. Theksoj Namik Mehmeti, po e ritheksoj edhe unë, sepse unë jam pjesë e shumë kronikave të asaj periudhe emocionuese. Nuk kishte televizione lokale në atë kohë, por Radio Shkodra ishte lider. Dhe siç bëhet edhe sot, por me herët ta di edhe Megi, se Megi është mysafir në Shkodër, por tash është bërë si gjysmë shkodrane. Ka xhira atëherë ishte e famshme, xhira e Piacës, dhe në orën 19 dhe orën 7 të darkës ishte transmetimi i emisioneve të rubrika sportive, dhe në qendër të Piacës ishin ato artopalantat dhe Radio Shkodra transmetoi live. Për hir të së vërtetës Namik Mehmeti e rikujtoi, po e ritheksoi. Xhiroja merrte një ngadalësim të avashtët deri në momentet caktuar kur u ndalonte tërësisht për të ndjekur kronikat emocionuese që Namik Mehmeti me kolegët e tij, përfshirë dhe mua, përcjellnin në valët e rubrikës sportive të Radio Shkodrës. Pra kjo është Radio Shkodra. Bëri mirë Namiku që na rikujtoi. Por kalojmë tek i ftuari tjetër, Nikolin Çafajina, kapiteni i Vllaznisë. Mirë se erdhe, Nikola. Mirë gjeta, mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Një shpërthim i Vllaznisë, 3 ndeshje, 3 fitore. Nuk keni pasur
një start të tillë sezonet e kaluara? Ka sezone që nuk e kene start tillë. Përveç që janë 3 fitore, 2 ishin kundrejt rivalëve direkt për objektivat vazhdimësitë të kampionatit. E para ndaj Skënderbeu në Shkodër, para ndaj Skënderbeu, pastaj Elbasani transfer dhe Studenti një kockë fort. Kockë fort, se ekipi përforcum, ekipi përgatitur mirë atin, po. Përgatitjet që i bëha me gjatë kësaj periudhe arrit me dalin fitimtar. Çfarë po ndodh, sepse fillimisht kishte pesimizëm tekniku Kalaja përpara fillimit të kampionatit. Po, ishte fort, mund të kenë fort pesimizmi, sepse kishte largime lojtarësh, por u bëha mujtën që ata lojtarë u zëvendësuan në një formase. Do t'i komentojmë me gjërësisht, me pas ndërkohë të futemi në rrjedhën e emisionit, se gjithmonë edhe kur është në studio trajneri juaj i mirë njohur Artan Kalaj, që ka merit për këtë skuadër, shpeshherë dhe ka të drejtë që ankohet edhe për minutazhin e volejbollit e lojrave me dorë, por si të thonë ne do ta kërcëtojmë sonte edhe me lojrat me dorë, por futbolli është ai që merr atë hapësirën kryesore, futbolli që në këtë rast sonte kemi 2 futboll, futbollin e meshkujve dhe futbollin e femrave. Kemi fitoren e Vllaznisë ndaj ekipit të Vorrës, një fitore pastër, 2-0 për ekipin e Vllaznisë, një fitore e cila e vendos Vllaznin në vend të dytë në renditje me njëherë pas Elbasanit, skuadrën me të cilën do të ballafaqohet këtë fundjavë në stadiumin Loro Boriçi. Ne kemi kronikën e përgatitur për këtë ndeshje dhe ta ndjekim me pas komentin në studio. Në javën e 5 të kategorisë superiore, Vllaznia ka marrë një fitore të pastër 2-0 përballë Vorrës në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi, duke kënaqur tifozët e pranishëm dhe duke konfirmuar ambicjet për kreun e tabelës. Skuadra shkodrane nisi ndeshjen me intensitet të lartë dhe çastje sulmuese. Presioni i vazhdueshëm i kuqebluve u shpërblye në minutën e 28, kur gjyqtari akordoi një penallti për faull në zonë. Kapiteni Bekim Balaj mori përsipër ekzekutimin dhe nuk gaboi, duke çuar në delir tifozët në tribunën e Loro Boriçit. Pas Vllaznia vazhdoi me të njëjtin ritëm, vetëm disa minuta nga fillimi i fraksionit të dytë, Murata i u ngjit më lart se mbrojtësit kundërshtar dhe me një goditje të saktë me kokë realizoi golin e dytë, duke siguruar qetësim për pjesën e mbetur të takimit. Pavarësisht përpjekjeve të Vorrës për të reaguar, mbrojtja shkodrane mbeti e pathyeshme. Me këtë triumf, Vllaznia ngjitet në vendin e dytë të klasifikimit me 10 pikë, vetëm një hap larg kreut. Ky rezultat është një sinjal i qartë se skuadra po gjen ekuilibrin dhe forcën sulmuese të nevojshme për të qenë një pretendente serioze për titullin kampion. Ndërkohë Vora mbetet në vendin e 5 me 7 pikë, duke humbur mundësinë për t'u afruar zonës së kreut. Ndeshja u ndosh nga një numër i madh tifozësh, të cilët krijuan një atmosferë elektrizuese. Kuqeblu do të kenë sërish ndeshjen në shtëpi për llogaritë të javës së 6, teksa do të presin kryesuesit e Elbasanit në një duel luftarak mes dy skuadrave që pritet të jenë rivale në vazhdimsinë e sezonit. Rikthehemi në studio, pra një fitore me të vërtet e rëndësishme, por jo kretë lehtë, sepse duhet ta pranojmë se ekipi i Vorrës luajti, bëri një lojë interesante dhe pse debutuese dha sinjale shumë pozitive, por në fund Vllaznia ishte fituese me merite. Namik Mehmeti, ishim së bashku në stadium, madje realizuam edhe një intervistë në fund të ndeshjes si përmbledhje dhe i keni akoma të freskëta emocionet e kësaj fitore. Që bëva prezent të Shkodër në 2 ndeshje të Vllaznisë. Fitore me Partizanin 4-1, tani me Vorën 2-0. Në thënë drejtën, u kryu një përshtypje në fillim të kampionatit dhe Vllaznia me humbjen që psoi me Dinamon, mos gabohem, do të ketë problemin e turin e saj, do të ketë edhe ramje e ngritje. Por me duket ajo humbja shërbeu për një ngritje të Vllaznisë të menjëhershme dhe aq më tepër që sulmi i Vllaznisë është ajo që po shkëlqen në këtë edicion të futbollit 2025-2026. Dhe një skuadër që sulmon vazhdimisht, gabim të shënojë 10 gola deri tani në kampionat. Kur shënuesi më mirë, Balaj është me 4 gola në avantazh me kundërshtarët e tij, kanë që Tanjeri Martini i ka përkushtuar këtij reparti më shumë kujdes se sa mbrojtjes. Me duket se mbrojtja ka disa
bështllëqe, po ka pas edhe mungesë, ama zgabohem të dëmtuar futbollist. Edhe për momentin e kryu përshtypja në pjesën e dytë të takimit me Vorën, se Vllaznia nuk pa ka më forca për ta administruar lojën. Përkundër se unë kam marrë mendimin që totalisht Vllaznia e administroi atë takim, e fitoi me merit. Me një ekipi që e kam thënë në një portal sportiv të Shkodra Sport, që erdhi momenti që edhe Vora të ndeshet me Vllaznin. Vllaznia ndeshet me skuadra inferiore, kuptohet, gjatë këtyre kampionateve, por që të arrijë puna deri me Vorën, se kemi menduar. Por një Vorë, mund themi, një Vorë që la shumë pozitive në Loro Boriçi. Tanjeri i Vorës kishte harmonizuar një ekip që me duket që ka pretendime për të hyrë në katërshe. Edhe më tepër takimi përballje tjetër erdhi me pikë barabarta, nga 7 pikë. Kjo më thënë e bën edhe më interesante mjekën e kësaj mëshje. Vora, si do skuadrë tjetër me Egnatia edhe Rrogozhinës, kanë dikur dhe kvalitete, në thënë Vllaznia në një moment prezantoi Aden edhe Veliçikun, edhe ishin skuadra që kishin pretendime për me kaluar në serinë në kategorinë e parë të atyra gjytë. Por, kuptohet të shi me sistemin e ri të futbollit, ku diçka është biznesi që ndikon në këtë drejtim, skuadrat të tjene edhe befasuese. Mas Egnatis, Vora, mu dalin edhe një lokalitet tjetër që mu të konkurrojnë Vllaznin. E me që jemi tek biznesi, konkretisht tek biznesi dhe tek kreu i klubit futbollit Vllaznia, duket që si vjet presidenta nuk i ka lënë asgjë mangut Vllaznisë, si asnjëherë tjetër opinioni sportiv shkodran dhe me gjërë shfaq vlerësime për kompletimin e skuadrës, për marrjen e lojtarëve ndoshta më të mirë prej shumë e shumë vitesh. Pra zoti Xhaferi ka bërë të mundën që në Shkodër të mbrijnë emra potent, si asnjë vit tjetër, për të veshur fanelën e Vllaznisë. Kuptohet që kjo është një nga shkaqet arsyet kryesore që Vllaznia ka këtë prezantim dinjitos, nga që mendoj që tani e lufton për titullin kampion. Por si Tanjeri Martini që ka ditë zgjedhë të vejnë një shënjesa lojtar me ma shumë talente të futbollit që shkëlqejnë në ndërtimin edhe teknik edhe taktik. Po është edhe mbështetja pa diskutueshme e presidentit Xhaferi që kanë mundësinë të realizohen të gjitha kërkesat edhe ato më kanë pretendimit e Tanjerit Martini. Dhe unë kam shumë besim tek Tanjeri Martini që ka një me të shprehjen është me kam në tokë edhe nuk ka efori shumë. Duket se dysha kampione e Vllaznisë së fundit, Edi Martini dhe Virosin Sinani, i cili është në postën e drejtorit sportiv, janë në momentin e duhur për të rikthyer titullin tek Vllaznia. Po shqetësohesha shumë gazetat të ditë e fundit, në shkrime dhe me u befasova që vëmendja më madhe e shkrimeve që kam shkruar ishte dyshja Martini, Sinani. Dhe më thonë që ato i shërbenin shumë njëri tjetrit. Dhe sportdarët shkodran kanë mete marnitur në momentet veçanta nga golat e realizuar. Megjithatë që i përkisni futbollit femëror dhe e bëni mjaft mirë atë detyrë si kapiteni i Vllaznisë edhe si kapiteni i ekipit tonë kombëtar, por vazhdimisht jeni prezente ku lot Vllaznia. Dhe me çfarë kam parë edhe një tifoze personale e kapitenit të Vllaznisë Bekim Bale, apo jo? Në fakt, çdo ndeshje e Vllaznisë mundon ta njeku, por që kaloj nga pyetja juaj, në fakt do kaloj pak, edhe do përfitoj nga rasti të tuaj për çmimin e marrë që ke marrë dje nga Këshilli i Qarkut,
për shpërndarjen e çmimeve të gazetarëve që kanë dhënë kontribute gjatë gjithë kësaj kohe dhe më vjen mirë që edhe gazetarët shpërblehen, të paktën t'ju dëgjohet emri dhe të ndjen pak krenar. Realisht për ne është kënaqësi dhe dua të të falenderoj për gjithë kontributin që ke dhënë jo vetëm kohën që unë të njoh, sepse por edhe më përpara, por në fakt edhe për kontributin që ke dhënë sidomos futbollin e femrave, sepse ke qenë një person që gjithmonë i ke nejt afër futbollit femrave, sidomos ekipit ton Vllaznia. Faleminderit Meki, por urimet më herët duhet të shkojnë për Namik Mehmetin që ishte pjesë e kësaj ceremonie. Namik Mehmeti, Ymer Strinici, Ramadan Bigza dhe Mejdan Zhivani, këto të rreth fundit ishin pas vdekjes. Ndërkohë që unë Namiku familjarisht e morën për së gjalli. Pa ju nuk do ishte mundur që të përcjellen emocionet ose diskutimet për futbollin edhe më vjen mirë që dhe për ju kujtohen, edhe sidomos në kohën sa jeni gjallë paktën. Që të kaloj te pyetja juaj, realisht unë jam tifoze e zjarrt të Vllaznisë, gjithë ekipit të Vllaznisë, jo vetëm Balajt, por duke qenë se Balaj është edhe sulmues. Kam vendosur se raportet me Balajn janë disi më të afërta. Jo, kemi si dy kapiten. Jo vetëm si dy kapiten, por si dy sulmuesa. Edhe realisht duke qenë se shënoj edhe shumë mundohem në çdo moment, duke qenë se unë rri dhe qëndroj edhe te Havana, i them sa herë do më takosh mua do shënosh. Vllaznia për mua ka vite që luan Shkodër, jam pjesë e Vllaznisë prej 14 apo 15 vitesh. E njeku Vllaznin gjithmonë, realisht udhtoj dhe nga Tirana gjatë gjithë kohës për ta njeh Vllaznin. Edhe kur nuk jeni në Shkodër, udhtoni nga kryeqyteti vetëm posaçërisht për Vllaznin? Çdo fundjavë udhtoj nga Tirana për ta për të njeh Vllaznin. Për mua është emocion, jo vetëm që e vi shat fanell, por edhe që e njeku. Unë e dua si ekip, edhe realisht unë jam njek neshët e Vllaznisë gjithmonë dhe do të vazhdoj të njeku. Besoj se Vllaznia ka nisë sezon mjaft mirë, duke pas parasysh edhe cilësitë që ka brenda në ekip, do të parë që ka shumë cilësi brenda të mira, sidomos në pjesën sulmuese. Sepse po të shohësh edhe pjesën e golave që janë shënuar, besoj se pjesa më sfushës së lartë është mjaft mirë, po ashtu nuk duhet të harrojmë edhe pjesën mbrapa, por duke pas parasysh që Martini luan me një skem sulmuese që është 3-5-2, patjetër që do lesh je detyruar që të lesh hapësira mbrapa. Por mendoj që Vllaznia është favorit kryesor për ta fituar kampionatin, gjithmonë ka qenë favorit, por është akoma herët për të folë për favoritin kryesor për të marrë kampionatin, sepse janë shumë neshje përpara për të zhvilluar. E rëndësishme është që historia e Vllaznisë të jetë gjithmonë e tillë dhe me fitores, çdo neshje të vlerësohet, çdo tërpik të vlerësohen, edhe ndoshta në ato pjesët e dyta nga fundi mos ta lëshojnë fielohen, por duke qenë se skema sulmuese jep le hapësira mbrapa, besoj se në përgatitje edhe me kohën e dur mendoj se do ta përgatisi mjaft mirë Martini pjesën e mbrojtjes dhe jam shumë i sigurt që Vllaznia me këtë curi që do vazhdoj është pretendent kryesor për ta fituar kampionatin. Çfarëna, si kapiten i voleybollit, por është me një opinion për futbollin. Unë kam njek disa momente e curinë e skuadrës Vllaznisë futbollit. Sepse mund të themi fatkeqësisht për ju, ndeshja fundit Vllaznia Studenti kishte diçka në jetën orar me futbollin. Po diskutoheshim tha. Një kalendar, jo. Do shohim fije ju, masaj do shkojmë në stadium. E kemi trajtuar edhe këtë moment me kolegët tanë. Futbolli është parsor, sa është sporti që është mualitor, e curia të shqipin kampionatit është e mirë. Shpresojmë që ta mojnë me këtë curia o vazhdimsi, që me kenë me arrit qëllimin që është në fund. Por ty po parasysh edhe skema që është me 4 skuadra në fund, domethënë fillon të zehet më fundi, po unë e shoh me shumë pozitive fillimin e kampionatit. Shpresoj që ta mojnë deri në fund me këtë curi. Ta shohim koha që më apo kampionat edhe herë. Tashmë është momenti për të ndjekur kronikën tjetër përsëri për futbollin e meshkujve, çfarë kanë thënë trajnerët pas ndeshjes, por edhe lojtari i ndeshjes Edon Morata, i cili mori edhe trofeun si futbollisti më i mirë i kësaj ndeshje. Kronika.
Pas fitores 2-0 ndaj Vorës, trajneri i Vllaznisë Edi Martini shprehu kënaqësinë për 3 pikët, por nuk I fsheu rezervat për lojën e disa prej futbollistëve. Sipas tij, ekipi duhet të ketë më shumë lojë kolektive dhe më pak egoizëm individual në veprimet vendimtare. Një ndeshje që unë e prit, që me thonë drejtën, edhe më të vështirë se sa nolli, isha I qetë gjatë gjithkohës. Shënum golin e parë, shënum dytin, e që më shqetëson e theksova pak më përpara, është egoizmi që disa lojtarë kanë para portit, nuk pasojnë topin shokëve, duhet jena më kavaljerë, duhet mbyllim ndeshjen më shpejt. Nga ana tjetër, lojtari I ndeshjes Edon Murata, I cili shënoi golin e dytë, u shpreh I kënaqur me skuadrën dhe beson se Vllaznia po ecën në rrugën e duhur drejt kreut të kampionatit. Ma shumë I lumtur jam për 3 pikësh, edhe që e kena marrë 0 në Europa. Edhe jam shumë I lumtur për këtë fitore. Jam shumë I lumtur për këtë trofe. Po si kam thonë që parë, për ekipin jam ma I lumtur që kena boj I lojtë mirë, kena pas I kundërshtar të fort, po e fitutëm edhe e krytëm punën. Ndërkohë, trajneri I Vorës, Arjan Bellaj, zgjodhi të mos komentojë mbi arbitrimin e ndeshjes, duke thënë vetëm se ekipi I tij do të fokusohet te përmirësimi në javët e ardhshme. Për arbitrimin s'flas asnjëherë, nuk është punë arbitrimin në ndikimin e rezultatit. Kur umbet se bën gabime ti, po ti edhin fajin gjithmonë arbitrimit, nuk jam nga ata dhe nuk do flas asnjëherë për arbitrimin. Nuk ka rëndësi as penalltia nga momenti që ndërri në VAR, nuk kam çfarë them fare. Fitoria ndaj Vorës I jep Vllaznisë moral të lartë për sfidat e ardhshme, ku ekipi do të synojë të ruajë ritmin pozitiv dhe të tentojë kreun e klasifikimit në kategorinë superiore. Rikthehemi në studio për të vijuar edhe pak momente për takimin që Vllaznia fitoi 2-0 me Vorën, por do të kalojmë tek parandeshja e javës 6, ku në Shkodër gjen me Sofir ekipi që kryeson kampionatin pikërisht Elbasani, por për ta përfunduar me Vllaznin, Namik Edi Martini, edhe I gëzuar, por edhe kritik paksa me momente të caktuara për skuadrën. Gjatë fillimit të ndeshjes se kam parë reagimit e Martinit në momente të veçanta, ndërhyrje të drejta, korrigjime dhe ndihmës për ekipin. Martini ka çdo herë që e ka përvojën e mjaftueshme për të kanë një trajner në atë që quajmë në grupin elitar të trajnerëve të Shqipërisë. Dhe Shkodra mendoj se Vllaznia, domethënë për këtu në momentin e caktuar, duhet të ketë vëmendjen vetëm nga Shkodra, të mos rretohet më për te kufive të saj, duke afruar trajnera që edhe kanë punuar mirë, por edhe kanë dështu. Se mos e dështimi në finalen e kampionatit me Egnatian ishte I pafalshëm. Kështu që u ka mundësia me afru një trajner shkodran që njeh qytetin, njeh gjitha problemet që ka futbolli I Shkodrës. Megi, thamë po kalojmë një herë tek parandeshja Vllaznia Elbasani. Si shikon këtë duel që luhet të shtunën në orën 19 në stadiumin në Loro Boriçi? Po besoj se ndeshja me Elbasanin do jetë një ndeshje e luftuar shumë, pasi jo më këtë Elbasani është vendin e parë. Realisht edhe vitin e kaluar e ka nisë mjaft mirë sezonin, e ka nisë mjaft mirë, po pastaj siç ndodh në futboll që çdo ekip ka ato uljet e ngritjet e saj, besoj se do të jetë ndeshje fortë. Vjen mirë që ne ishim në Shkodër, edhe unë do kem mundësinë ta shoh sepse nuk do të jep në udhtim. Besoj me pjesëmarrjen e tifozave shumë, do doja të bëhet thirrje që gjithë tifozave që t'jenë pranishëm stadium, sepse Vllaznia ka nevojë për ta. Është më rëndësishme ekipi, është më rëndësishme të shkosh në stadium se sa të pish I kafe në pedonale. Unë kam thënë dhe them gjithmonë, qytetarët Shkodran kanë jetuar gjithmonë në futbollin, në sportin dhe me Vllaznin. Vllaznia është gjithçka për ta. Kështu që nuk është momenti për t'u larguar nga stadiumi, por është momenti për t'u afruar në stadium dhe për të qenë afër Vllaznisë. Besoj se Vllaznia në gjitha ndeshjet e saj, pavarësisht me uljet e ngritjet që çdo ekip I ka brenda fushës, sepse prandaj futbolli është I bukur, sepse ndryshon. Por jam I sigurt që Edi Martini do e përgatis mjaft mirë ekipin, duke pas parasysh edhe ka shumë lojtarë brenda që po paraqiten mjaft mirë, sidomos Jago, Kastrati për mendimin tim është shumë lojtar I mirë,
pavarësisht, unë ka vite se e njoh Kastradin, unë jam stërvitur me të Shkëndija, para shumë vites, që në momentin që ka ikë te Dinamo Zagrebit, edhe është shumë lojtar i mirë. Pavarësisht se mu më duket se është shumë bravo, por kjo është skema këtë vendos trajneri, edhe por është një lojtar që pason shumë mirë dhe po ta shohësh edhe në momente që prek topin, është një lojtar që din të luajë mirë futboll. Pa harruar patjetër edhe lojtarin e Neshës, nëse më ndihmon me emrin. Me Muratajn, do thoja që është ai Vjeçi që i ka mungu Vllaznisë. Është një lojtar që është shumë mirë teknikisht, edhe luan shumë mirë me bel. Edhe luan shumë mirë me bel. Kjo është interesante. Ky është komenti me Gidosit. Luan shumë mirë me bel, e ka fjalën për Muratajn, një nga talentet më të fundit, më të freskët të Vllaznisë. Por sepse një lojtar Vjeçi patjetër që i duhet lëviz në zonat ngushta, dhe t'japi topin në zonat ngushta dhe ta kontrolloj shumë mirë topin, dhe më vjen mirë që Vllaznia ka gjetur Vjeçin e saj. Pavarësisht se mblus ka 11, dhe si duket gjithë 11-at e Vllaznisë janë të mirë. Por nuk do të harroj edhe pjesën tjetër e ekipit, pasi edhe Balaj që ka tregu një vendosmëri shumë të madhe në penallti, se gjithë kohës kanë qenë penallti decisive, me Krymen që është pjesë e Vllaznisë prej shumë vitesh, janë shtylla që e majnë ekipin nga dishmëri. Mendoj se me pjesëmarrjen e tifozave dhe me përgatitjen e dur që do ta përgatis Martini patjetër taktikisht, sepse me skemën sulmuese, nëse ai do të luajë 3-5-2 sërish, ka momente që lehet shumë hapësira mbrapa, por me 3 mbrojtësa të mirë dhe që mbyllen mirë, jam shumë e sigurt që Vllaznia do shkëlqejë këtë sezon. Edhe jam shumë i sigurt dhe unë shpresoj që Vllaznia të fitoj. Me mbeti në vëmendje ajo që cituat për Muratajn, luan shumë mirë me bel. Një shprehje shumë interesante dhe shumë teknike, por pse jo dhe mediatike. Si luan me bel me Gidosin në fushën e lojës? Por unë jam lojtar e krahut, unë e bëj atë pozicion, realisht luaj në ekipin kombëtar, por 10-shat do të jenë shumë mirë marrëdhënia me topin dhe ta marrin shumë afër. Kështu që Vllaznia ka vujt në atë pozicion shumë, sepse gjithmonë ai lojtar që ka luajtur atë pozicion ka qenë një lojtar që lutet gjithmonë topin mbrapa, por Muratajn po ta shohësh në gjitha neshjet, në momentin që merr topin preferoj kthehet, është një lojtar që ka aftësi të kthehet, din të rrotullohet mjaft mirë. Kjo është arsyeja. Ajo loja me bel. Këtë doja ta shtjelloja disi me... Edhe është një lojtar që zbukuron mjaft mirë pjesën e sulmit, sepse i jep dinamikë, i jep shpejtësi, dhe për këtë ka nevojë ekipi dhe sidomos Balaj apo dy lojtarë të krahut. Bukur. Për ta mbyllur me Vllaznin, çfarë si e parashikon me shifra këtë ndeshje? Shifra pak a shumë, që ndoshta i bie në kokë dhe ndihmon ndonjë ato pasionantat e skedinës. Janë ofër njëra me tjetrën, është ndeshje midis rivalsh për momentin, të jenë se Elbassani kryeson kampionatin dhe Vllaznia vjen në vendin e dytë, por një pikë ka diferencë. Unë shoh favore Vllaznin patjetër. Të jenë se lutet edhe në fushën tonë. Ne shoh favore patjetër, favorite. Këtë ndeshje shpresojnë që të arrijnë qëllimin, që të marrin vendin e parë. Mirë, kaq për Vllaznin atë që unë doja ta theksoja, e nisi Megi duke i bërë thirrje tifozërisë shkodane që të jetë sa më shumë pranishme në stadiumin Loro Briçi, një thirrje me të vërtetë se vjen nga një kapiten që e njeh mirë lojën e futbollit dhe i njeh mirë emocionet kur je në fushë dhe sa e ndjen futbollisti peshën e tifozërisë apo e Megi. Ju e ndjeni kur jeni në fushë, ndjeni se sa shumë dikon mbështetja e tifozëve në shkallët e stadiumit dhe thirrja e Megit besoj se do të ndikojë pozitivisht tek tifozëria shkodane, është momenti me kulmor, nuk ka kur shkon me bukur dhe me një vëmendje maksimale. Luajn dy skuadrat kryesore, kryesuesja dhe e dyta Vllaznia me një pikë diferencë. Dhe besoj se do të jetë një stadium i të mbushur dhe në fund të fitojë Vllaznia, shpresoj. Besojmë rezultat 3-1 për Vllaznin. 3-1 thekson Çafarena, edhe më në fund. E pyeta në fillim, por hezitoj, duket se e mendoj dhe e alla shifret. Do ta kthejmë të bisedë javën e ardhshme për të verifikuar saksin e parashikimit tuaj. Do të kalojmë me mendimin e regjisë tonë tashmë tek futbolli i femrave. Thamë që Vllaznia është në një moment kulmor, ka qenë vazhdimisht kulmore në sa evente ndërkombëtare, por ky radhës përballë
Inter të Milanës nën kampionës Italisë është një ngjarje e rëndësishme ndërkombëtare ku Vllaznia pasi ka kaluar shumë skuadra me emër në Evropë përballet edhe me Interin. Është një përballje për turin e dytë e Europa Cup, ku sfida e parë luhet në Milano me datën 8 tetor. Ndërkohë Vllaznia është në përgatitje sipër për këtë ndeshje, por ka shfrytzuar edhe ndeshjen e parë të javës të Superligës, ku kalendari e vendosi të luajë përballë ekipit Atletik Shkodra. Atletik Klub Shkodra në javën e parë të Superligës dhe Vllaznia fitoi me rezultatin 1-9, po theme, sepse ishte dhe pse luajtë në kompleksin sportiv Hasaj të Golemit, në brenda Shkodrës ishte udhëtuese në fushën Atletik Shkodrës. 9-1 për Vllaznian dhe 4 gola ishin për kapitenin Megidoçi. Urime për këtë fitore, Rezia ka disa foto nga kjo ndeshje me Atletikun, por në vazhdimsi edhe po kjo Rezia ka nisur me këtë dhe mos ta largoj edhe një herë ta riktheja te foton e parë. Kjo është fotoja që flet shumë për gjithë ata që janë duke ndjekur, jo vetëm në Shkodër dhe Shqipëri, por sidomos në Itali. Atje ku do të jetë Vllaznia mysafire me datën 8 tetor, pra është një thirrje se vjen nga klubi futbollit Femra Vllaznia për ta mbështetur ekipin Kuçi-Blu në Milano. Do t'i rikthehemi përsëri kësaj foto sepse më pas do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë, çështje minutash me Milanon, pikërisht me një përfaqësi nga Vllaznia Elite, ku do të flasin për një start shumë pozitiv të ekipit shqiptar Vllaznia Elite, që drejtohet nga presidenti Benar Xhekaj, që ka fituar në Monza pikërisht javën që kaloi përpara 3 ditësh, por pjesë përpos atmosferës së fitores dhe suksesit të Vllaznia Elite, do të kemi rastin të flasim edhe për atmosferën e pragndeshjes Inter Vllaznia që luhet në Milano dhe sa do të jetë mbështetja e tifozërisë shqiptare që jeton atje. Por me Megin duke na ardhur edhe foto të ndeshjes Atletik Shkodra Vllaznia. Një ndeshje kjo, më themi, stërvitore për ju. Po si gjithmonë, Vllaznia mbetet ai ekipi për mundur, jo vetëm në Europë, por edhe në Shqipëri. Kështu që e rëndësishme për ne është që sezoni fillon mbar, fillon me fitore dhe me 3 pikët, se për ne është detyrë marrja 3 pikëve në çdo ndeshje. Ka rëndësinë e saj patjetër, sepse kampionati sapo ka filluar, është i gjatë, por vetëm java parë ishte kjo. Ishte vetëm java parë, por e rëndësishme është që njëkohësisht punojmë edhe për kampionatin, po ashtu por edhe për Europën. Kështu që më vjen mirë që ekipi ka fituar ndeshjen e parë. Vllaznia mbetet ekipi përdormund nga gjitha ekipet shqiptare. Këtë ëndër dhe do të bëjnë realitet dhe ekipet në Europë, jo vetëm këto të Shqipërisë, kështu që për këto të Shqipërisë paktën le të mbesi ëndër. Kështu që ky është detyra dhe objektivi jonë, që këta ta kenë ëndër, jo vetëm fitoren, po edhe një barazim apo shënimin e një goli. Kështu që për ne është e rëndësishme, tashmë syt dhe zemrën dhe mendjen e kemi të ekipet të neshja që kena përballë Interit dhe objektivat që kemi vendosur në atë neshje. Sa ndjet atmosfera në skuadër për këtë pragndeshje që është me të vërtetë është një ngjarje e rëndësishme të luash përballë Interit në Milano, nën kampionja e Italisë. Por realisht Vllaznia ka treguar gjithmonë që në Kupat e Europës shkëlqen, për vetë faktin se është një ekip që ka 14 vite punë, që punon apo 15 vite, është një punë e vazhdueshme, nuk është diçka që arrihet brenda një viti. Pra me gjithë stafin teknik dhe me kryer presidenti Matia, që është Chelsea apo truri i gjithçkaje në këtë ekip, është ai që bën të mundur arritjet e gjithë personat që lidhen me njëri tjetrin, është i vetmi person që e bën të mundur është presidenti i ekipit Lazar Matia. Pa të, këto arritje do ishin të pamundura. Ne kemi treguar gjithmonë që bëjmë mirë në Kupat e Europës, pasi jemi një ekip që kemi sjell në Shkodër dhe në Shqipëri me Juventus, me Real Madrid, me Chelsea, me Paris Saint-Germain, dhe tashmë me Inter. Besoj se
kush do të arrijë këtë gjë? A mund më thuash Gaci? Mendoj se Deri sot asnjë skuadër shqiptare, as meshkull dhe as femër nuk e ka arritur që të sjellë këto emra të mëdhenj. Emblema, do thoja, emblema e futbollit botëror, pas janë klubet mëdha, klube që kanë vlerësim shumë të madh, që kanë investime shumë të mëdha mbrapa. Kështu që për ne ju bët në të tjera e bët e njohur edhe Shqipërinë në këtë event të rëndësishëm ndërkombëtar. Kam parasysh një përballje, keni pasur shumë përballje të suksesshme, por në Madrid, përballë Realit të Madridit, kam pasur fatin të jem prezente në stadium dhe ndeshja filloi 1-0 për Vllaznin, fal një gol spektakolar që ju realizuat nga distanca dhe u trondit pankina dhe stadiumi i Realit të Madridit, Vllaznia dhe Mekido, që gjitha mediat kanë shkruar me superlativa për ju gjatë ndeshjes, por edhe pas ndeshjes. Kështu që kjo është mënyra për ta ngritur Vllaznin dhe Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Për ne patjetër që është kënaqësi dhe sidomos për mua për golin e shënuar, por që mos ta heqim vëmendjen sepse ndeshja me Realin është diçka që ka kaluar. Unë e riktheva në mendje për të pretenduar për një gol tjetër në Milano me datën 8 dhe orën 18 që luhet në Milano. Inter Vllaznia. Ne ndeshjen me Interin e presim patjetër që e presim me emocion. Duke pas parasysh dhe që kemi zhvilluar edhe ndeshjet që kemi luajtur në turnin e parë për Champions League-ën, besoj se edhe ndeshjet e turnit parë për Europa Cup, besoj se ekipi ka pas kohën e mjaftueshme për të përgatit dhe për të njohur vajzat njëra tjetrën, pasi do të themi që në ekip ka shumë vajza të ardhura nga Amerika Latine dhe të ardhura nga jashtë. Mund ta saksojmë, shifra ka shkuar në 14 me sa kam informacion. Kur do të ndalet presidenti Matia me një shifër kaq të madhe, 14 blerje të reja. E rëndësishme është që Vllaznia të kualifikohet. Ne nuk na intereson asgjë tjetër përveç punës dhe të asaj që bëjmë për diqëmëri. Ne jemi të bindura dhe po punojmë shumë që ekipi të lidhet sa më mirë taktikisht. Këtë javë po përgatitemi taktikisht shumë mirë, po punojmë shumë, që vajzat lidhen mirë me njëra tjetrën. Kemi bërë disa neshje, po ashtu dhe disa neshje miqësore me djem, që të kuptojmë lojën e njëra tjetrës, pasi ka qenë një çik problem. Preferoni përballen edhe me djemt në ndeshje testuese për të pasur një shkallë përgjithësie sa më të lartë. Patjetër. Tekniku Leka i kënaqur me kolegun e tij, me kolegin e tij me të afërt Paula Jaku dhe me trajnerin e portierëve Fabiol Rexhepi, që është treshja kryesore e stafit teknik. Po patjetër, ato janë pjesa kryesore jona, pasi janë gjithmonë aty, qoftë për të na uru, qoftë edhe për të na bërtit. Ato janë vetmi që nuk flasin dhe punojnë gjithmonë. Ndoshta ne lojtarët ankohemi ndonjëherë për ato stërvitjet e rënda që bëjmë, por ata janë vetmi që nuk flasin. Namik, një sukses i jashtëzakonshëm i futbollit të femrave tek Vllaznia. Në Itali, atje ku jetoni, nuk ka konceduar në Firenze, ku ju do të jeni, do të riktheheni në familjen tuaj pas pak ditësh, por në Inter, në Milano. E keni ndoshta të pamundur të udhtoni për ta ndjekur Vllaznin, apo mund gjeni ndonjë? Vështirë është, për ta ndjekur vështirë është, pak gati për momentin në vetë. Mosha duhet një angazhim i madh gjatë ditës për të megjithëse kam kushtet atje për të qenë prezent, se kam vajzën në Milano. Po sikur ti ishte në Firenze patjetër. Unë kam dhënë një porositë tani që duhet të shkojnë në stadium me pa ndeshjen e Vllaznisë. Ajo pak është tifoze, po megjithatë do të shkojnë në stadium me pa ndeshjen. Them e ka Megi që rëndësishme për mua është ekipi femër Vllaznisë, ka sjellë Evropën jo në Shkodër, për në gjithë Shqipërinë. I ka dhënë një honë veçantë futbollit. Dhe vazhdojnë të japi honë. Vazhdojnë të japi këtë edicion që vehet përballë një skuadër që unë ndjeku edhe kampionatin nëpërmjet shifrave, fakteve në gazetën Dera Sport. Është një skuadër që ka gjithmonë pretendime për titull në Itali. Dhe është skuadër që jo vetëm skuadra parë, po gjithë ekipet sinxhir të Interit
janë për të habite, janë gjithë konkurrent për të titullin kampion. Në vitet e shqis fundi, kishte rejë finale, Interi nuk kam i sigurt si ka përfunu me të rritë. Edhe dishoj që një rezultat pozitiv, pak të minimalja barazimi, do të ishte një fitore madhe për Vllaznin, edhe një fshekimi madh, siç e ka Megi, investimi që banë presidenti Matija me vitet tona, tani Leka që ja shumë afër i pasenu me ekipin. Strategu, i themi në vazhdimisht dhe në komunikimit mediatike, strategu i sukseseve të Vllaznis për profesor Nikolin Legën. Patjetër që do të jetë sukses. Pra një barazim i mund që më thekson Mehmeti në Milano me datë 8, pastaj me datë 17 apo 18 në Loro Buri që ndeshat themi për të pretenduar një kualifikim në turnin e tretë që do të ishte fantastike. Por pa u larguar nga futbolli i femrave, shkojmë në Milano përmes kolegëve tanë të regjisë, Nino Jakova dhe Florian Gردani na bëjnë të mundën një lidhje të drejtë për drejtë me Milano, atje ku është kolegu ynë Edmond Dibra, komentatori më i njohur, ka udhëtuar nga Shkodra, është prej një jave në Milano, atje ku ka ndjekur prej safërmi edhe ecurin e ekipit të futbollit Vllaznia Elit, ku krahas presidentit Benar Xhekaj, duhet theksuar se zëvendës president është pikërisht djali i Edmond Dibrës, Edi Dibra, gjyqtari më i njohur i futbollit shkodran, i cili tashmë jeton në Itali prej disa vitesh. Mirëmbrëma, Mondi. Zoti Gas, mirëmbrëma. Pak volumi e regjia i lutem në studio, për të ardhur me lartëfonia në studio. Mirëmbrëma, Zoti Gas. Po, tashmë jemi më mirë. Si po shkojnë ditët turistike në Milano dhe fillimisht pa shkuar tek skuadra Vllaznia Elit, e cila ka pasur sukses këtë javë të fundit, ta ndjehet atmosfera e pragneshjes Inter Vllaznia në futboll për femra, që ne komentuam, nuk di se sa na ndoqet, dhe pritet të ketë një interesim nga komuniteti shqiptar, por pse jo edhe nga skuadra Vllaznia Elit për t'i dhënë një mbështetje ekipit të Vllaznisë në këtë sfidë. Zoti Gas, në radhë parë mirëmbrëma juve dhe gjithë ftuarve në studio, se është me të vërtet një studio kampionash. Përshëndes profesor Namikun, domethënë baba i gazetarisë sportive, Megi Doçin, kampionin në fushën e lojës, po kampion edhe në studio, me shumë këshëri kemi ndjekur rubrikën sportive tuaj që nga fillimi. Gjithashtu përshëndes dhe kapitenin e volejbollit, Malli Nikolin Çafarena. Është me të vërtetë një studio mjaft komode ku sjellohet çdo gjë në sportin shkodran dhe aty shqiptar. Të rikthehemi në ditët e mia turistike në Milano. Me të vërtetë Milano është magji e vërtet. Milano është një arkitektur, është një tempull i Europës. Ti kthehemi Vllaznisë Elit, një kushte komode, kushte të jashtëzakonshme, nuk di regjia është apo jo, fushën sportive, kushte të jashtëzakonshme, me kushte shumë komode, ndihet një rresim mjaft i madh i futbollistëve, një përkushtim mjaft i madh, se natyrisht presidenti i saj Benar Xhekaj afron kushte të jashtëzakonshme që Vllaznia Elit të përfaqësojë dinjësisht skuadrën e Milanos. Një javë më parë Vllaznia Elit kishte një ndeshje shumë të vështirë. Kishte rivalët e Monzës, të cilët kishin vendin e parë në tabelën klasifikimit. Por me një lojë të jashtëzakonshme, me një lojë mjaft bukur, me luftë fort tekniko-taktike, Vllaznia Elit arriti të fitojë me Monzën me rezultatin 3-0. Por 3 ditë më pas, derbi Melxos, aty ku luan Pana Calcio, më falni, me korrigjoj zoti Erdis dhe zoti Moreno, me Para Calcio, është derbi Milanos. Pana Calcio vjen me 3 fitore rrallësi me 9 pikë, por Vllaznia Elit është në vendin e dytë me 2 fitore dhe 1 barazim, dhe me të vërtet do të jetë një ndeshje shumë e bukur, dhe kujtojmë në fushën e Melxos ndiqet nga një numër rekord spektatorësh, ku janë rreth 500-600 spektatorë sa ai zën tribunat e stadiumit. Është një stadium modest, po me kushte shumë të mira. Natyrisht është komuniteti shqiptar i cili i përkrah dhe i jep shumë entuziazëm me skuadrës Melxos, e cila është një ndeshje shumë të vështirë. Mundi ju shikoj që jeni në stërvitje si për të terreni ku ekipi Vllaznia Elit po zhvillon sandën servitor, apo jo?
Po gaci, për mëse një javë jam me pranë skuadrës Vllaznia Elit. Keni në ekra djalin tuaj që është në cilësinë e zëvendës presidentit të Vllaznia Elit dhe personi tjetër, çfarë pozicioni ka? Është drejtori sportiv i Vllaznia Elit, zoti Moreno Asaneli, mungon fatkeqësisht do të thoja për studion ton. Presidenti Benar Xhekaj, i cili ndodhet në Rom, Federata Italiane e Futbollit organizon një konferencë shtypi për ligën e të cilën në zonën e Lombardisë dhe natyrisht nuk mund të mungoj atje presidenti Benar Xhekaj. Por kam në krah zëvendësin e tij zotin Erdis Libra dhe drejtorin teknik drejtorin sportiv të skuadrës Vllaznia Elit, zotin Moreno Asaneli. Mundi pa shkuar tek biseda me zëvendës presidentin Libra, me djalin tuaj dhe me drejtorin sportiv. Këto ditë që jeni në Milano, sa keni ndjer atmosferën e pragndeshjes Inter Vllaznia në futbollin për femra? Gaci. Milano, për mendja dhe shpirti dhe zemra janë Shkodër. Kisha fatin, fal djalit tim Erdis të jem të asistoj në ndeshjen e madhe Milan-Napoli, po ama besoni me telefon dorë tu pa Vllaznia Vora. Gjitha i ambienti jashtëzakonshëm Milano, mendja dhe turim ishin të Vllaznia Shkodës. Tek Vllaznia Vora dhe me të vërtetë u ndjeva shumë i lumtur se ishin tregëzime një ditë. Në mesditë fitoi Vllaznia Elit 3-0. Fitoi skuadra jeme e zemrës, dashnia jeme e parë. Në rezultatin 2-0 dhe natyrisht jam tifoz me Milanin. Ju përgjigj edhe Milani me një fitore spektakolare përballë kampionit fuqi skuadrës Napolit. Mundi mirë, po duket se nuk e kuptove mirë sa duhet pyetjen që unë bëra. Pragndeshja që do të luaj Vllaznia, Inter Vllaznia në futboll për femra do të jetë me datën 8 në Milano. Sa keni ndjer atmosferën tek komuniteti shqiptar, tek miqtë tuaj? A do të ketë një interesim, një mbështetje për Vllaznin me datën 8 tetor, Inter Vllaznia? Sikur t'jeni këtu gac, me të vërtet do të thoja sa i lumtur jam, sa shumë tifoza paska Vllaznia. Jo vetëm futbollin në të meshkujve, po ashtu edhe të femrave. Dhe jeni sigur se në Milano, kur do të luajë Vllaznia me Interin, do numër i konsiderueshëm tifozash në mbështetjet skuadrës Vllaznisë. Do të jetë gjithashtu edhe djali im së bashku me presidentin e Vllaznia Elit Benar Xhekaj pranishëm në këtë ndeshje dhe ju siguroj që do të ketë një numër të konsiderueshëm tifozash. Mirë, Monti Deshi, këtë doni më tepër për të ditur atmosferën e pragndeshjes e Inter Vllaznia, tashmë diçka shkurt edhe nga drejtori sportiv, po edhe nga zëvendës presidenti Erdis Libra. Shkurtimisht sepse kalojnë minutat dhe kemi voleybollin për ta trajtuar. Atëherë pra Erdi na jep një atmosferë të klubit, si po funksionon Vllaznia Elit. Atëherë kemi kalu, kjo është viti. Atëherë kjo është viti i parë që marrim pjesë në ligën profesionale, themi profesionale këtu në Lombardia dhe normalisht është eksperjenca parë. Kemi nisë shumë mirë, në isha parë nuk shka ashtu siç duhet, normalisht në isha parë hapse, lojtarët kishin emocione, gjithë stafi, por për fat mirë, në ishin e dytë reagu me shumë mirë, fitu me rezultatin 3-0 në shtëpi, mandaj një transfer shumë të vështirë në Monza, ku Monza është një ekip me eksperiencë, është ekipi dytë i Monzës që Monza ka qenë në Serie A, tash është Serie B, ekipi dytë i saj, lujti kundër nesh, lujti me transfert dhe morë me një fitore 0-3, ata na banin komplimente dhe me thanë bravo se kemi na konsideruar si pretendentet të këtij kampionatit, ku pretendentja kryesore tash do ta kemi këtë javë në shtëpi, që është Panacalcio, është derbi, është i qytetit tonë Dmelzos. Se presim me pa dorim, ato janë fry, mendojnë se do të na harrojnë me goleat, por ne do t'ja lajmë fushës, ne jemi gati. Tashmë edhe një prezantim i shkurtër i shpejt i drejtorit teknik të klubit tuaj, si quhet dhe ti ndjen veten duke drejtuar në stafin teknik të një ekipi shqiptar në Milano? Moreno Asaneli është të sa vite që është me ne pjesë e stafit në ligat amatore, në Calcio Auto, ka qenë trajner i parë, është drejtor sportiv të ekipi i madh këtu, edhe është në vite, nuk është si me tha në i ri, është qysh në krijimet e ekipit tonë, edhe normalisht njët mirë. Moreno, mi chiedono come ti senti essere in dirigenza di una squadra albanese?
molto questo gruppo ormai Bayernale e molto contento. Po, Erdis? Thot që jam shumë i lumtur, ne jam shumë krenar për me qenë pjesë e një skuadre, sa është një projekt shumë serioz, kemi kriju një grup shumë të mirë, edhe normalisht ne jam shumë mirë edhe po nej me qef, kam dhënë maksimumin edhe do të vazhdoj të jap maksimumin. Besat Jum ka qenë edhe në Shkodër në ndeshje miqësore Vllaznia Shkodrës, Vllaznia Elit, drejtori sportiv, apo jo? Po. Dicono che sei stato presente anche nella partita amichevole che abbiamo fatto giù in Albania, è stata una bella esperienza. Molto bene, prima volta che visito Milan e tutto. Ka kenja parë që isha në Shqipëri, ishte një eksperiencë shumë e bukur, më ka pëlqyer mirëpritja, ambienti e çdo gjë dhe shpirti që kishin ato, organizimi, stadiumi, çdo gjë. Erdis, ju falenderoj për të lidhur të drejt për drejt, ju si zëvendës president i Vllaznia Elit, natyrisht edhe presidentin aktual Benar Xheka, i cili aktualisht sipas mondit që ka në Rom në një konferencë të shtyp me Federatën e Futbollit Italiane. Na përshëndet në emër të studios edhe kolegun tuaj, drejtorin sportiv italian, dhe në veçanti mikun ton, kolegun ton, babajin tuaj, të minjorin e të Mondibra, cili bërit mundur këtë lidhje nga Milano dhe në dha një atmosferë studios ton. Natën e mirë. Ti salutano dallo studio. Faleminderit zgatsi, natën e mirë. Natën e mirë. Faleminderit. Miki, duket që jo më kot e realizuam edhe këtë lidhje, edhe për skuadrën Vllaznia Elit si korë suksese, por ideja ishte me tepër për t'i paraprir një atmosferë, se jam i bindur që do ta pres ekipin shqiptar në këtë ndeshje ku krahas të tjerë kam kënaqësinë se do të jem pjesë e delegacionit shkodran të Vllaznisë në Milano, do ta shijojmë prej afërmi suksesin tuaj. Jam i bindur do të jetë Vllaznia do të futet me dinjitet në këtë ndeshje. Jam i sigurt që gjithë shqiptarët që ndodhen në Inter Milano ose në Milano, jam i sigurt që do të na mbështesin, po ashtu di që drejt për drejt nga kamera përdore, shfrytëzoje për një mesazh, për një ftesë të tifozëve. Në kamër ku kolegët tanë Jakova dhe Gerdani e përcjellin me portretin tuaj, po. Unë di shumë mirë që ka shumë shqiptarë që ndodhen në Inter Milano, kështu që jam me sigurt, do thoja që Vllaznia do t'jeni krenar për atë që Vllaznia ka dhënë ndër vite dhe sidomos në Europë dhe në Kupat e Europës. Do ju kërkoja me zemër që t'jeni në mbështetjet e Vllaznisë, sepse Vllaznia ka nevojë për ju dhe më besoni që Vllaznia i ka objektivat e qarta dhe objektivi është për të marrë një rezultat pozitiv, edhe jemi përgatitur shumë dhe jam shumë e sigurt që duke ditë edhe që ka shumë shkodran aty, do të jenë mbështetja jonë më e zjarrta dhe shpresoj një rezultat pozitiv. Ju shkodran, por edhe ju shqiptar, mbar shqiptar që jetoni në Milano dhe për rreth Milanos, mos kurseni mundësit, kohën. Është një kënaqësi e veçantë, nuk vjen shpesh një skuadër shqiptare si Vllaznia e Shkodrës, kampionja absolut e Shqipërisë, luan me Interin, është një krenari për gjithë kombin shqiptar dhe jam i bindur që kjo ftesë dhe kjo thirrje e kapitenës së Vllaznisë Megidoçi, drejtuar shkodranëve dhe shqiptarëve që jetojnë në Milano, kryesisht ato që e kanë edhe më afër si territor, të jenë pranishëm për t'i dhënë kurajë Vllaznisë. Ju takoshin në Milano me datën 8 tetor në orën 18. Ku luhet në cilin zonë, në cilin stadium të ta dinë edhe publiku? Por realisht ne dim vetëm adresën, Nuk luhet në stadiumin qendror, por në një distancë rreth 14 minuta larg nga qendra sipas informacionit. Unë do thoja që e di shumë mirë që Inter ka shumë tifoz që janë me Interin, por do thoja që është dita e vetme që do ta kishin Interin kundërshtar dhe të ishin me ekipin shqiptar, me Vllaznin, pasi ka shumë persona dhe që më kanë shkruar për një bluzë të Interit, sepse u jepet mundësia, por do doja që mos të jepshin kaq shumë rëndësi ekipeve të jashtë, por të japin rëndësi ekipit
shqiptar, vllaznis dhe ne shqiptarë, sepse po japim gjithçka që ne të konkurrojmë sa më mirë me këto ekipe që kanë shumë mbështetje ekonomike mbrapa, edhe dhe doja që për një ditë ta lënë ato Interin dhe t'jenë mbështetjet tonë. Bukur, shpresojnë shkojnë gjithçka mbar dhe Vllaznia të kthehet me një rezultat pozitiv, optimist se jep mundësinë e pretendimit për kualifikimin e turin e tretë e Europa Cup. Kalojmë herë tek voleybolli, tek kapiteni i Vllaznisë Nikolin Çofarena, ku siç thamë edhe në hapjet e emisionit, një vllazni i drejtuar me kompetencë nga trajneri Artan Kalaja dhe kolegu i tij Armar Kraja, që ndonë se fillimisht përpara nisjes së sezonit pati probleme, pse jo, serioze me largimin e 3 titullarëve kryesor nga skuadra, një në skuadra shqiptare dhe 2 jashtë Shqipërisë, gjeti forca, u kolaudua dhe ka 3 fitore radhë dhe kryeson Superligën e voleybollit për meshkuj. Edhe njerë fjallë për ju, Nikolin Çofarena, veterani, shtylla kryesore, kapiteni Vllaznisë, është njëri prej Çofarenave, sepse Çofarena tjetër, Anton Çofarena, vazhdon të jetë në majat e larta të voleybollit të huaj evropian dhe botëror. Me qenë se përmendëm Antonin, ku luan këtë sezon Anton Çofarena? Antoni ka rinovu në ekipin e Banjas Club në Abu Dhabi. Në Abu Dhabi. Ekipin ku ishte vjetë që ka fitu gjithë trofeet e mundshme, edhe këtë vit ka rinovu në njëjtën skuadër. Jurojmë suksese, nuk po ndalemi gjatë tek Anton Çofarena që ka gjatësinë 2.06. 2.06, ka qenë pjesë e Vllaznisë, 2 vëllezër Çofarena, Anton dhe Nikolin Çofarena, tashmë është yll e kombëtarës, por luan jashtë. Edhe për pak vite sepse ftesa i ka shkuar të rikthehet të luajë tek Vllaznia. Besojmë se do të gjej mundësinë, po atë karrierën ta mbyllë në Shkodër. Shpresojmë që karrierën në varet është asnjëherë nuk thuhet jo, po është herët me fol për mundësi tilla, për lëvizje tilla. Asnjëherë nuk është kënaqësi me luajtë Vllaznin, kuptohet, sepse këtu arrit si sportist. Kënaqësi, por edhe financat bëjnë diferencë. Financat e tia me ekipet e Abu Dhabit atje ku luan janë të larg. Janë shumë larg, domethënë edhe Shqipëria me Kosovën, po ta marrim në larg, domethënë jam me. Të kthehemi tek Vllaznia, si po organizohet, si është atmosfera, cili është çelësi i këtij suksesi? Sepse shikoj se edhe bordi i drejtuesve me kryer presidentin Aleksandr Liçeza është më ndryshe se vitet e tjera. Pa shikoj që para ndeshjeve, gjatë 3 viteve pas ndeshjes, presidenti Liçeza është me stafin teknik, por edhe me një pjesë të bazës së ekipit. Me thënë drejtën, ne fillu me përgatitjet për sezonin, për këtë sezon me pak probleme të thoja, sepse largimi lojtarëve normal që janë mbështetjet. Caktuar lojtarë 3, lojtarë me përvojë, por ka në transferin e vet. Dhe me edhe dhe thoja pak lojtarë për të ndërtuar ekipin. Ishte pak skeptike situata, por duke u realizu lëvizjet e fundit që u bën mujtën që deri dikun të mulohen ata mbështetjet që u krijuan nga largimi i lojtarëve. Kur theni lëvizjet e fundit, i pari ka ardhur një sportist nga Venezuela, me sa di. Një sportist nga Venezuela ka ardhur. Në pozicionin? Është lojtar 4-shit. Pozicioni 4, lojtari i përgatitur, fizikisht apo teknikisht. Në ndeshjen e parë u aktivizua shumë shpejt, në çështje orësh, direkt nga ultimi, po megjithatë dha një sinjal. Ishte ardhur dhe mos u gabosha dikun te i ditë përpara. Do thonë, gjeta një ditë e gjysmë para ndeshjes. Dhe nevoja që kishte ekipi u detyru, do të ardhin minutat e fundit dhe tukë janë se ne kishim ndeshje që na u dote si rezultat për me pas securi pozitive, për të kapat e objektivat tonë që i kena vu vetit në fillim kampionatit, dhe u detyru me tim, pranaj kishte edhe ullje ngritet që ose ke pa hyni doli se nuk ishte ambientuar në probleme fizike, probleme shtetësore, por e dha kontributin sepse mu lëj një, do të thoja një boshtak, dhe ekipi aq kishte nevojë, dhe me thonë sa me dha një blera tjetër. Kurse blera tjetër ka ardhë edhe ky ka ardhë para ndeshjes një ditë para ndeshjes me studentin. Dhe me thonë e ka ardhë të shtunën, njës, orët e parat njësit. Dhe të djelen me njerë në fush. Edhe të djelen, mësu ka bosha të shtunën ndarë, ka ardhë dhe djelen ka ba një seancë servitore para dite sa mu ambientu i fije paka shumë me organizatorin. Dhe djelen mas dite kena lujt me puna studentit që
u dote edhe kja lëvizje, sepse studenti dihet si koça si studenti Studenti një ekip potencial, janë rival me lojtar të huj, lojtar kampionatit shqiptar që i kam lënë sepse Tirana i një lojtar nga një ekip për një pak knatësi dhe ka mundësina për me lviz, por edhe lojtar të huj. Ishte dy lojtar të huj me si ekip. Dhe ishte rival direkt, dhe më thonë që idhem ne për zonën play-off, për zonën dramatike, 3-2 kjo ndeshje. 3-2 do të thoja ishte ndeshje që kishte nga ekstremin ekstrem. E quj këtë ndeshje, dhe më thonë, për shansit desht, edhe ja ba me hizmetin deri diku që ja rrit me fitimin si ditë final, por po ta shohim si pasqyrë ndeshjet ishte nga ekstremin ekstrem, një set i fitu nga ona jonë me diferencë, pastaj seti tjetër u fitu po me diferencë nga aty, prapë njëjta situacion e tretë, seti katërt kishim me amyll 3-1 noshta, por pa kujdesinat shumë në set final. Por unë da thoja shumë pozitive fitimi ndeshje, sepse në edhe neshin e rrallë që e kena ditën e premte, po me Shijakun është skuadër që Të premte luhet në orën? Të premten mos u gabosha në orën 6 pas ditës. Në Qazim Dervishi? Qazim Dervishi, këtu kena. Që ta shfrytëzojnë për një thirrje të tifozëve. Përveç se u arriti fort konsolidimit ekipi, kishim favor sepse ndeshjet me rival të thoja, kishim fushën tonë. Dhe kena bonit mujtë na ndihmoi disi për me arrit rezultatin. Se fare na jeni boshti kryesor, kapiteni i skuadrës me të drejtë dhe jeni si gjysmë trajneri për trajnerit parë, jeni si një trajner në fushë. Kolegët e tjerë të formacionit, ti marrin, ti komentojnë pak duke... Me thonë drejtën ekipi... Duke filluar që nga pasuesi Çekini... Ekipi ka një bosh, domethënë, ka vite që ka një farë boshti të skuadrës. Mi komento me emra. Por jam unë, është Endri Jukni, është Fatjan Çekini, domethënë që jena brezi i ka hershëm të thoja, i ekipit, ose boshti i ekipit. Pastaj kena Gilban Talanin, kena Gersi Julen, ardha dy lojtarëve të huj që ardhen, keni pasues moshë të rejnë Saduro, Gentian Curej, të thoja janë kontingenti edhe Ardit Taflej që është rikthyer pas një pauze që pak. Saduro në këtë ndeshje ka pas një aksident dhe nuk u bëj mundur. Për fatin e mirë ka lej pa probleme, dhe nuk ishte i disponueshëm për neshin e rrallë, domethënë për neshin që ishim me studentin, nuk ishte domethënë ndoshta do thoja që momente të caktuara mund nevojitet qoftë edhe për të qetësuar një lojtar që është në fushë sepse të merrë dha lojës edhe ka nevojë për pak qetësim, pushim, na din për me po ndoshta edhe prej jashtë, që kjo vlen, me apo edhe prej jashtë situatë që nuk mund se lojtari gjithmonë merr kohë presionin e lojës edhe nuk din ndoshta për me kontrollu si duhet. Amo një qetësim jashtë mund ta shohin më mirë dhe kontribon ose e kryen punën më mirë kur rifreskohet. Kjo është pak a shumë skuadra, edhe dy lojtarë të huaj që është ky venezuelani, Daniel Sierra dhe Sebastian Palacio që është kolumbiani që ka ardhi i fundit që erdhi. Unë e shoh e çurin domethënë në drejtimin tamam si duhet. Po punojmë dita ditës bashkë me stafin e profesor Tanin e profesor Malin. Edhe mbështetja e kryetarit shoqës nuk ka mungu, fandajta. Këtë sezon duket është shumë parë skuadrës. Ka qenë edhe më herët, por duhet, realisht duhet me kanë. Se qoftë ndoshta edhe i fjali diçka domethënë ngroh. Skuadra ndihet tash i botërisht ja pjesë. Ishin të dy ndeshjet thamë në njëjtën kohë, luante futbolli Vllaznia Vora dhe Vllaznia Studentëve. Pas ndeshjes teksa largoheshim, ishin së bashku me Namik Mehmetin. Në atë moment ku po largoheshim nga stadiumi Lero Brojshi, i pam stafin, presidentin Leceza, trajnerin Jukni, dhe një grup të skuadrës së stafit. Shpresojmë që domethënë nëse kena pas shpresojmë të kena këtë teori rezultatesh. Ta kalojmë Shijakun me sukses, që kam shumë besim që besoj që do ta kalojmë. Dhe nuk është ekip i lehtë sepse është ekip që vjet s'ka marrë pjesë në kampionat, se nuk kishte financa, më që vjet i gjetën mbështetjen. Dhe normal ka mbledh sepse u bë Shijaku, u shkri Durrësi, po thuj se shkrin pikja del Basani sepse kështu në Superligën e kampionatit shqiptar sepse numri lojtarëve nuk është fort i lartë, lojtarëve cilësor, dhe nëse formohet një ekip, normal ka me dëmtu një ekip tjetër.
Dhe shpresojmë që ne ta kalojmë këtë ndeshje dhe pse jo masanoj në varësi të rezultateve, më pse jo mos të ketë, ka besim që mund të ketë ndërhyrje të tjera në merkato që me u forcua akoma më tepër. Namik, Vllaznia në voleboll për meshkuj, 3 ndeshjet e para 3 fitore dhe është kryesuesi i kampionatit. Duket se po rikthehet një Vllazni pretendente për titull. Është një kresë e madhe, po thonë ky e tjetër realitet një gjatë tillë. Kam parasysh, mos gabohem para 5-6 viteve ishte basketbolli që ringjalli tifozërin në pallatin e sportit të Shkodrës, që ishte përfru nga mungresa e sportdarësve. Edhe ka një shkëlqim të jashtëzakonshëm ajo prezantim që bani ekipi basketbollit. Dhe kjo nismë e parë e voleybollit shkodran, me thënë drejtën, ne e përshëndetme dhe e urume trajnerin Kalaja, një mik i ka hershëm i imi në vite, dhe me gëzoj fakti që ka në kanë jo vetëm elementi, si shpafat edhe zotëria këtu në studio, por edhe mbështetje që po i bën licenca për kujt, apo po zapohem. Presidenti Aleksandar Leqeza. Vete trajneri me shumë përvojë, me shumë pasion, i përkushtuar për voleybolin në vite. Ka hekur edhe dorë, në momente të caktuara, ka pas edhe largime. Ka pasur oscilacione, ka pasur dëshpërime nga largimi sportistëve, por këtë sezon është viti i Vllaznisë duket. Voleybolli është pjesa e jetës time. Viti do të thoja është alar. I thash pak më herët me gjysmë zero, të shikojmë që po ecin rezultatet dhe ndoshta edhe në merkaton e dimrit një përforcim tjetër dhe synimi i joni momentalisht është kapim 4. Faza play-off. Fazën e play-offit sepse kemi një kup Gjergj Kastrioti që bëhet liga unike midis Kosovës dhe Shqipërisë dhe të jena prezent aty. Pse të thojmë ne fjalën tonë aty, pse pretendojmë për një trofi të mundshëm. Me ditë, a vendinqet voleybolli nga sportdashi shkodran, tifoza ka? Niqet voleybolli, ta vitet e fundit ka se kishte ndajse dhe nuk kishin ata nivelet e duhura. Ti tha për basketbollin para 40 vjeç. Në vërtetë rezultateve vjen edhe rritja e numrit të tifozëve. Rezultatet do ta afrojnë. Ishte se largime lojtarësh, prishet boshti, sot kompletohet dihet, po të vinë një element i ri dan kohën e vet. Tash i kanë ndryshuar edhe kushtet ekonomike, nuk mundesh për me të ofruar një mundësi më mirë kemi ikë edhe kështu që ka me. Ndërkohë, Shafarina përpara jush luajtën ekipet e femrave, Vllaznia dhe Dinamo. Një ndeshje në fakt që pati emocione, rivalitet, Vllaznia i mori një set të Dinamos potente, tentoi t'i marrë edhe të dytin për ta quar me shtesë, por Dinamo fitoi fal përvojës dhe emrave lojtarëve të huaja, mes të cilave në formacion kishte edhe një shkodane si Stella Kiri, për të cilën trajneri Koja foli me superlativa. Unë do të thoja që Vllaznia lët me vajza të reja, nuk i di ka një vajzë një lojtare nga jashtë, por o diskutimet që kanë bë në për tavolinën kafe mitësore, unë nëse do kishte kënë një person që me marrë ekipin, me ndërtu si duhet ekipin e vajza, thjesht me afru lojtarë shkodrane si Çakollin, që losin nga me shqiptar, do kisha do të ishte idealja. Vllaznia do kishte kënë ekipi pa thyshëm. Mund të formatojë një kombëtar e voleybollit shqiptar me vajza shkodrane që luajnë tek Dinamo, tek Tirana, tek Kosha. Domethënë po këto duhen kushte, se janë lojtarë shumë mira, se na i shohim se na lidh sporti, është fusha jonë, edhe besoj që do të kishte kënë ekip shumë i vështirë për të mujt Vllaznia nëse do kishin kënë gjithë anë ekip. Por këto po i marrin klubet tjera. Megjithatë, Niko trajneri Durand Tafa është optimist që edhe pse dojnë kohën e vet sepse janë lojtarë të reja. Sipas tij skuadra po rritet dhe loja me Dinamon ka dhënë një impakt pozitiv. Dhe të shpresojmë. Të shpresoj për të ardhmen, sepse janë lojtarë të reja që ndërkohë duke qëndruar tek lojrat me dorë, basketbolli ka nisur sezonin e ri sportiv me Superkupën e Shqipërisë. Ka luajtur përballë kampionës Beslidhja në kryeqytet, një ndeshje me rivalitet, një Beslidhje potente, por një Vllazni
që me teknikun Erjan Llazani në krye këtë sezon, falë edhe presidentit Sokol Dibra, ka formatuar skuadrën mjaft mirë, ka marrë elemente nga jashtë, mes tyre spikat edhe një shkodran që jeton në Amerikë, një shkodran amerikan si Klajdi Kiri, 2.08 i gjatë, një qëndër e Vllaznisë që i ka vënë edhe një mbështetje me tepër kësaj skuadre. Kemi kroniken për ndeshjen Beslidha Vllaznia, që edhe pse Vllaznia kryesoi në periudhën e 4, Beslidha përmbysi dhe fitoi Superkupën. Kronikë e realizuar nga kolegët tanë Gjergj Fyshka dhe Mario Gjini. Të trofe dhe Superkupa. Beslidhja vazhdon ta dominojë basketbollin shqiptar të djemve. Për herë të dytë është fituese e Superkupës së Shqipërisë, teksa në finale të hënën në mbrëmje ka mundur Vllaznin 89-73. Një finale e cila u zhvillua në sallën olimpike Feti Borova dhe që erdhi drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Në fakt ishte një finale Superkupa e ekuilibruar deri në përfundim të periudhës së tretë, po që u zgjidh në 10 minutat e fundit me një avantazh të thellë të skuadrës legjiane. Aktivizimi i hysës Lilës Ahmatit bëri që Beslidhja të ngritet trofeun në fund. 20-13 periudha e parë për Beslidhje. Vllaznia fiton të dytën 18-20 dhe në përfundim Beslidhja kryeson me 5 pikë diferencë 38-33. E treta sërish është për legjanët, në një diferencë prej 5 pikësh, teksa është e barabartë 21-21, por në total 59-54. Ka një blackout të Beslidhjes, që është shfrytëzon Vllaznia, e cila ka përmbysur në 59-60. Por pas kësaj situate, nis furia legjiane me basketbollistët shqiptar, e në fund Superkupa është për Beslidhje. Tek Beslidhja lojtari më i mirë Julian Hamati me 23 pikë dhe Frenki Liraj me 17 pikë, kurse tek Vllaznia Thomas me 25 pikë e Briant me 16 pikë. Topi tek Kiri, bukur. Ka që edhe për basketbollin, por shpresojmë që pas kësaj Superkupës që u dhanë sinjale shumë pozitive, me fillimin e kampionatit që do të luhet në fundjavë, Vllaznia të fillojë të regjistrojë fitoret e para, sepse ka arritur të formatojë një skuadër simpatike. Duke cëndruar sërish me jemi në minutat e fundit të këtij emisioni, do të kemi në fund edhe një kronik në lidhje me dekorimin e gazetarëve sportiv, një kronik që është përgatitur nga kolegu ynë Adrian Hoti, e cili ndoqi prej së afër me këtë aktivitet. Do flasim shkurtimisht edhe për futbollin kategorinë e dytë. Ka nisur kategoria 2, java e parë dhe 2 skuadrat e Shkodrës. Klubi futbollit Shiroka dhe Basanja kanë luajtur në shtëpi. Shiroka luajti përballë ekipit të Luzit të vogël 2008, një ekip pretendent për kategorinë e parë, ndërkohë që Shiroka debutuese se vjen nga kategoria 3 dhe luan ndeshjen e parë historike në kategorinë e dytë, luajti mjaft e mobilizuar dhe tentoi shumë ta fitonte ndeshjen, por 2 penalltitë e akorduara pak a shumë të dyshimta sipas përfaqësuesve të Shirokës dhe disa kartona të verdh ndikuan që ekipi i Shirokës ta humbte këtë ndeshje të parë, por çdoqoftë tregoi nivel, tregoi edhe dha sinjale shumë pozitive, gjë që e theksoi edhe trajneri i Luzit 2008, i cili e pranoi që ishte një befasi, një surprizë luajtja me ekipin e Shirokës dhe tekstualisht theksoi që të gjitha skuadrat pretendente do ta kenë të vështirë me këtë skuadër kur të luajnë në Shkodër. Ndërkohë ka qenë fantastike, një atmosferë shumë festive në stadiumin, në fushën sportive të Bushatit. Basanja vendese drejtohet nga trajneri Dervish Haxhi Osmanović, që priti Beslidhjen e formatuar tashmë me lojtar shumë cilësor, me trajner Elvis Florin. Një ndeshje inauguruese për javën e parë, edhe pse Basanja tregoi kualitet përsëri, edhe këtu mund të themi u thye nga Beslidhja potente, e cila është blinduar me lojtarë cilësor, mes të cilëve edhe lojtarë të superiores, Kuspikat edhe Arsit Kruja. Por lajmi më i fundit për kategorinë e dytë, sidomos për Basanjën, është i sotmi, ku Basanja ka luajtur turin e parë para eliminator të Kupës së Shqipërisë, ishte në transfer me ekipin Adriatik dhe Basanja Bushatit ka fituar me rezultatin 2-4 dhe është kualifikuar në turin e parë të Kupës së Shqipërisë. Aty ku do të luajë me datë 15 me ekipin e Skënderbeu të Korçës, para Basanja Skënderbeu. Mjafton të themi këtë çift, është me të vërtetë mjaft interesant për të luajtur 2 ndeshje.
në Korçë dhe në Bushat. Dhe në fund si pas edhe minutazhit të paket që kemi, por nuk do të zatemi shumë, por shkurtimisht ato që hapi Megi me herët për nderimin e gazetarëve sportiv nga një opinion duke nisur nga Namik Mehmeti që ishte protagonist i kësaj feste dhe u dukuruar me çmimin Minjoje nga Këshilli i Qarkut Shkodër me propozim të klubit të futbollit Vllaznia. Kryetari i Qarkut Shkodër Edmond Dau dekoroi 5 gazetarë sportiv: Ymer Strenicin, Ramadan Bigzen, Mejdan Zhivanin pas vdekjes dhe Namik Mehmetin dhe Gasper Markun, që vazhdojnë djetorin dhe kanë akoma për dhënë, apo jo Namik? I kënaqur për vlerësimin, të doja të dilja. Në vlerësimin e dhamë që në momentet e shfaqjen e ceremonisë të çmimit edhe kam të drejten duhet falenderuar e hera përtepërsisht Këshilli i Qarkut me zotin Edmond Dau, po njëkohësisht edhe presidenti i Vllaznisë, zoti Xhaferi që bani propozimin, njëkohësisht edhe ju që keni nditur shumë këtë atmosferë të zhvillohet në një ambient. Si e ndjet veten në atë sallë ku duhet ta pranojmë kishte yje të futbollit, të sportit shkodran, të gjitha sporteve, një pjesë e madhe të cilëve kanë qenë edhe personazh të shkrimeve tuaja të kahirshme. Nuk e teproj me thonë këtë që më shumë me emocionoj prania e elitës sportive shkodrane në vite në atë sallë, edhe se sa vetë çmimi që morme. Unë emocionova shumë kur pash shumë figura për cilën na kemi shkruar vite me radhë për suksesit e tyne. Kisha pranë atë Orqion Lulin, një sprinter i famshëm në pjesëmarrjen e olimpiadave botore. Atleti më i shpejtë në Shqipëri. Sot kryetari i Këshillit Bashkiak të Shkodrës, Orqion Luli, për ato që nuk e dinë, sepse ndoshta ndjekin mbledhjen e Këshillit Bashkiak dhe shikojnë pozicionin e zyrtarit, por Orqion Luli është ish kampion dhe rekordmen i atletikës. Ndoshta nuk po përmendej gjithë, nuk po kujtohet, po ishte Lezguri, një figurë famoze e mundjes shqiptare. Një figurë simbolike e mundjes shqiptare, që me vitet tala në Pallatit e Sportit, mundja është njekur e barabartë me basketbollin dhe volejbolin në sportazhin shkodran. Ishin shumë emra, sepse janë shumë ti saksojmë, por ndërto edhe Asim Belinova, Genc Barkiçi nga Artur Lagja nga sporti i peshkëritjes, presidentin e futbollit femrave të Lazar Matia ishte së bashku me stafin e tij, Leonard Lulaj, presidenti i Federatës Gjimnastikës, Milojka Vaso, Sadie Goga nga volejbolli, nuk po futemi sepse ishte një listë gati 100 sportistë, po don kohë jemi në mbyllje. Largimi nga Shkodra gati u bën 20 vite që unë largu dhe por ka ardhur ky dekorim në një moment ju ka ringjallur, ju ka dhënë vetëm për freski. Mundohem mos të harroj, jo vetëm si emra, por si portrete fizikisht në takimin që bëjmë me ta. Kështu që Namik edhe një herë urime për çmimin që keni marrë dhe besoj dhe shpresoj që rikthimin e Firenze për të juar jetën me familjen tuaj atje do t'ju shoqëroj me atmosferën e këtij vlerësimi që ju dha Shkodra. Apo jo Megi, ju e thatë edhe në hapjet e emisionit. Jo, në fakt për ndiqja me vëmendjet e dyve dhe realisht dy persona që kanë kontribuar shumë në sport dhe në gazetarinë sportive. Në fakt do ishte pamundur përcjellja e emocioneve dhe papaninë e gazetarëve, sepse janë ato që përcjellin më bukur sportin. Më bëri përshtypje diçka që tha edhe dhe ta uroj profesorin Urime për çmimin e marrë. Më bëri përshtypje diçka që tha se nuk u kënaqa shumë nga çmimi që mora, por ndjeva më shumë kënaqësi nga sportistët që ishin të pranishëm dhe për ato që i ka shërbyer për vitet e jetës, pra kënaqësinë që ky ka marrë si gazetar që i ka shërbyer ndër vite. Pra, fakt doja të komplimentoj edhe ty, pak më përpara ti fole për një kohë shumë gjatë dhe realisht pa mos u ngatruar në asnjë pjesë,
edhe më bërë shumë përshtypje se si një person mund të mbaj mend ka shumë gjatë dhe ka shumë gjëra. Realisht komplimente Gaci, je ndër ato gazetar që gjithmonë do ta bësh pyetjen e pari nga gjithë tjerët, por je edhe nga më kërkuesit edhe realisht komplimente për mënyrën si ti i mendon gjërat, i realizon gjërat dhe pyetjet që u bën sportistave dhe për përgatitjen që ke marrë ndër ndoshta edhe eksperjenca ka të bëjë shumë, sepse shumë vite në gazetarinë sportive, ndoshta edhe në ambientet e sportit, ndoshta edhe në ambientet dhe udhëtimin që ke bërë afër ekipit vllaznisë dhe gjitha sporteve në Shkodër, sepse Shkodra ka i fat shumë madh, sepse i ka gjitha sportet e zhvilluar. Jo vetëm futbolli ka nevojë për vëmendjen e saj, jo vetëm futbolli i femrave ka nevojë për vëmendje, por gjithashtu voleybolli, basketbolli, noti, atletika, boksi. Shkodra prandaj është e bukur se i ka gjitha sportet, por pa ju nuk do ishte e mundur kjo gjë. Kështu që faleminderit juve dhe gjithë gazetarëve shkodranë. Emocionove pa mas me këto fjalë, duheshin edhe këto fjalë e Megit, po më shkurt. Anton Çafarina. Pak më shkurt për Sigurisht Çafarina, se në fund vetëm e kisha idin për me të në fillim, po thash po alo në fund. Ju uroj me gjithë zemër, sepse përveç ju dyve, më e mendoj njërin Ymer Streniqi që nuk jetë në madhe, me thonë që kam kënë në ekipet e triju në fillimet e volejbollit kur më ka komentu në Pallat Sportit, nuk kam për të harru. Ramadan Digza, Mejdan Gjivani Tresja. Po edhe Mejdanin e kam njoft prej offer, edhe i njoft edhe këtat afërmit e ti. Për mendimin tem është një çmim, do të thoja, për atë që ka i keni dhënë sportit dhe që a lidhni me opinionin publik është një çmim modest, por unë do të thoja që duhet me kanë më shpesh të vlerësuar, sepse ju jeni ata gazetarë që e suportoni dhe reklamoni punën tonë. Sepse ne sikur të servitna në sallat mëdha të losin, por nuk do të kena një reklam nëpërmjet televizorit, nëpërmjet gazetarëve sportive, do të mesin pothuajse po them gjysmë apo ndoshta më tepër e punës, po ditë njerëzit sepse çfarë punë të bëhet. Dhe ju jeni sport pa gazetari sportive. Ju jeni ata, ju jeni reklama e sportit, ju jeni suporti që i jepni sportistave nga mënyra individuale, dhe ekipore, dhe opinioni sportiv në përgjithësi. Sepse bani lidhjen me opinionin publik, pra diftoni dhe reklamoni punën e sportistave. Dhe ju uroj me gjithë zemër që shumë suksese tjera, ju që jeni alondet. Çafarina, faleminderit edhe me Kidoçin, ne do ta mbyllim. Edhe të keni shtet patjetër. Është kryesorja. Ne do ta mbyllim këtu, por regjia ka rezervuar edhe kronikën e fundit për dekorimin e gazetarëve, por ne do ta mbyllim këtu dhe me pas do të ndiqni kronikën. Faleminderit me Kidoçin që ishte e pranishme, se sa herë ka element femër ne e hapim dhe mbyllim me elementin femër dhe te privilegj ju e keni edhe si kapitene e vllaznisë ekipit kombëtar dhe shpresojmë në Milano me datën 8 që bëjmë përsëri ndonjë pyetje ngacmuese pas një barazimi të mundshëm dhe pse jo pas një goli ndaj Interit. Shpresoj që në rubrikën sportive që të bësh javën pas kthimit. Shpresoj të vim fillimtar. Bukur. Namik Mehmeti, faleminderit për praninë. Besoj se ishte me interes edhe për gjithë shikuesit që ju shikojnë, sidomos ajo armata e brezit të vjetër të sportistëve, se ju thatë ju ka dhënë shumë emocion. Keni punuar për 5 dekada e më shumë në median e shkruar kryesisht dhe keni lënë gjurmë. Sportistët shkodran ju vlerësojnë dhe ju përgëzojnë për gjithë çka keni dhënë. Urime edhe një herë për çmimin. Çafarina, urime për 3 fitore të radhë dhe suksese, shpresojmë pjetë viti vllaznisë. Shumë faleminderit për ftesën, edhe shumë suksese edhe ju në vazhdim. Faleminderit. Të nderuar shikues, siç ju thash më herët, do të ndiqni më një herë kronikën e dekorimit të gazetarëve nga unë Gaspar Marku së bashku me stafin realizues me 2 kolegët në pultin e transmetimit, Nino Jakova dhe Florian Gردani, si dhe me 2 montazherët Ledi Dani dhe Urim Hysa që kanë realizuar dhe montazhin e kronikave. Ju përshëndesim dhe ju lëm takim të mërkurën e ardhshme. Shpresojmë, si se thamë, të vim me një fitore nga Milano, por me një fitore tek futbolli i rritur, kur të shtunën luhet kryendeshja Vllaznia Elbasani, si dhe me një fitore tjetër të voleybollit meshkuj që luan në Shkodër të premten përballë Shijakut. Deri atëherë, mirupafshim.
Këshilli i Qarkut Shkodër ka vlerësuar me certifikat mirënjohje 5 prej emrave më të spikatur të gazetarisë sportive shkodrane. Ymer Striniqi, Ramadan Bigza dhe Mejdan Zhivani pas vdekjes, si dhe Namik Mehmeti e Gaspar Marku, u vlerësuan për kontributin e çmuar në zhvillimin dhe pasqyrimin e sportit shkodran dhe më gjërë. Në ceremoninë organizuar në bashkëpunim me klubin e futbollit Vllaznia, kryetari i Këshillit të Qarkut Edmond Ndou i cilësoi këto figura të gazetarisë sportive si zëra të ndërgjegjes historike të qytetit. Të gjithë këta gazetarë, Striniqi, Bigza, Zhivani, Mehmeti dhe Marku, secilin kohën, mënyrën dhe stilin e vet, janë bërë pjesë e pandashme e historisë së sportit shkodran. Ata dëshmojnë se sporti nuk është vetëm lojë, por kulturë, identitet dhe krenari. Sot Këshilli i Qarkut Shkodër, në bashkëpunim me klubin e futbollit Vllaznia, shpreh mirënjohje dhe respektin për këto figura të gazetarisë sportive. Mes emocioneve, certifikatat për të ndjerët Ymer Striniqi, Ramadan Bigza dhe Mejdan Zhivani ju dorëzuan familjarëve të tyre si një kujtim nderues dhe një shenjë mirënjohje për punën dhe pasionin e tyre. Ndërsa për gazetarët Namik Mehmeti dhe Gaspar Marku, ky vlerësim u konsiderua dhe si një shtysë për të vijuar më tej kontributi në shërbim të sportit shkodran. Këtu janë protagonist për tilit Ulkam shkru edhe kam dherë atë mundësim tem me talirin tem për të pasqyruar kontributin e tyre në të gjitha sportet, të filluar nga futbolli, atletika, të ka kampion rekordmen që më emocionojnë sot kur i shoh, me cilët ka prezentu edhe unë si gazetar në arenën sportive shqiptare. Ne në fakt jemi me fat, kam fjalën e ne të medias sportive, jemi me fat që jetojmë në Shkodër. Jemi me fat që jetojmë në këtë qytet ku ka lindur për herë të parë futbolli në Shqipëri për meshkujt. Ka lindur për herë të parë futbolli i femrave. Kanë lindur shumë sporte pikërisht në këtë qytet dhe kjo e bën edhe më të lehtë dhe e bën edhe më të lundur punën tonë për të pasqyruar gjithë veprimtarinë sportive të Shkodrës dhe me gjërë. Në këtë ceremoni, ndërmjet të tjerave, u theksua se gazetarët sportiv të Shkodrës nuk kanë qenë kur thjesht pasqyrues të rezultateve, por edhe zëra të gjallë që kanë ruajtur kujtesën historike dhe kanë qenë udhërrëfyes për breza të tërë sportistësh.